Përshëndetje të dashur miq, mirë se po takohemi edhe në këtë edicion të emisionit për film Telekino. Unë jam Mirjeta Baraliu. Po shpresoj se po kaloni qaste të mira pranë ekranit të radio-televizionit të Kosovës. Besoj se ju kujtohet filmi Qëndresa, më pas seriali që bëri shumë buj në atë kohë, Tregjerman Tetrazh dhe një prej personazheve. Aty është ajo që nuk e kemi haruar asnjëherë, Mimoza apo Flutura Zeneri, e cila pas 16 viteve rikthehet në studion e Telekinos. Përshëndetje Flutura, kënaqësi e madhe që të kem sot këtu. Shumë faleminderit Mirita për ftesën. U ndjehem shumë mirë në prezencën tënde, gjithmonë mirë. Është gjithmonë kënaqësi me të taku, nëse e mban mend, jemi taku edhe në Paris dhe më pas kemi rru këtu bashkë për festivalin e filmit Cannes, ka qenë një prej momenteve që nuk i harroj asnjëherë të veçanta, e që kemi shiju festivalin e Cannes me shumë entuziazëm, e që më pas ti vazhdove të jetosh atje. Shumë faleminderit që e përmende atë moment, po është e vërtet jemi taku në aeroportin e Parisit, edhe kam kujtime shumë të mira prej asaj kohe. Udhëtuam bashkë prej Parisit për në Cannes, kërkoj falje, edhe përcjellëm festivalin e Cannes, shëtitëm në për rrugët e qytetit dhe kemi bu mjaft foto. Po, kemi shumë kujtime, vërtet, edhe nuk e dija që unë një ditë do t'jetoj në Cannes për 17 vjetë, do me thonë, prej ati momenti kur kemi qenë, ka qenë 2002, nëse e mbaj mend mirë. Po, prej atëherë, unë të kam vlerësuar shumë si vajzë, si profesioniste, edhe kam shumë kujtime të mira me ty, prandaj gjithmonë ndjehem mirë kur jam prezencën tënde. Falenderoj shumë për fjalët e mira. Edhe ne asnjëherë s'kemi harruar, pse ke munguar skenës të televizionit, filmit, teatrit. Mirëpo tashmë Flutura Zeneli është rikthyer, kështu që do të bashkëbisedojmë plot gjëra së bashku për këtë rrugtim tonë gjatë këtyre viteve. Po kam dëshirë me fillu nga fillimi. Çka të ka motivu edhe cili ka qenë momenti që ti ke vendos në ato kohë as pak lehta për Kosovën me gjetë një profesion kaq specifik për me qenë mu bo aktore? Po, në rend të parë, unë nuk mundem me anashkalu Aida Barakun edhe Armend Recepagicin, sepse kanë qenë udhërfysit e mi për këtë ku jam unë sot. Babi, tashmë i ndjerë, punonte me babin e Aidës, edhe gjithmonë më ka shty me bashkëpunu me Aida Barakun. Unë isha vajzë shumë e re, isha në shkollën e mesme edhe hapat e mi të para, dhe me thonë, para publikut ose para ekranit, kanë qenë edhe në kopsht, në qerdhe kur kam qenë, mirë po profesionalisht kanë qenë me Aida Barakun edhe Armend Recepagicin. Qilë ti përshëndes fort dhe i dua fort. Fillova si udhëheqëse e koncerteve të tyre, pastaj filluam gjironim këto videoklipe që ishin atë kohë me Labian, një kohë shumë e vështirë, sepse ishim të okupuar dhe ishim të rrethuar nga policët edhe kemi pas shumë momente të vështira dhe gjatë gjirimeve, po edhe për të jetuar nuk ka qenë lehtë, si për gjithë njerëzit tjerë. Po, kemi qenë shumë të ri edhe nuk e kemi ditë as frikën, kemi pas vetëm vullnetin edhe dëshirën për të punu edhe për të bërë diçka për njerëzit tanë, për shqiptarët. Në atë kohë, Aida dhe Armendi më propozojnë për me u regjistru në Akademinë e Arteve dhe kështu kam fillu pastaj. U regjistrova pa ta fatin që të pranohem në mes 250 studentëve ose njerëzve që kanë konkuru. Po, kam pas fatin që të pranohem në 7-shën që kemi qenë klasa jone Faruk Begollit pastaj. Edhe kam filluar me teatrin Dodona, shfaqjet e para me Faruk Begollin, me kolegët e klasës, mandej me seriale, me filmat metrazhit shkurt, metrazhit gjatë. Edhe nuk e di, kam shumë... Çfarë kujtime ke prej asaj kohe? Ka qenë kohë e vështirë, as pak e lehtë për të mbijetuar dhe për t'ju përkushtuar këtij zanati. Që kam banë mend prej këshillave prej profesorit Faruk Begolli, prej kolegëve të klasës, si keni mbijetuar? Në atë kohë, si student, nuk kemi pasur drejt bëjmë ndonjë rol në teatr ose në film. Mirë po Faruku, profesorim shumë i dashur, edhe asnjëherë i harruar,
ka bërë disa thyrje të rregullave, themi, edhe na ka lejuar që ne të performojmë në shfaqje në vitin e parë të studimeve. Kështu që ne kemi luajtur në 7 ngjyra lamtumir, është shfaqja ime e parë, me regjizor Orhan Kerkezi, një regjizor nga Prizreni, me atë shfaqje kemi udhëtuar shumë, edhe kemi fituar çmimin në festivalin e Vlorës, nëse mbaj mend, Aleksandr Mojsiu, edhe më pastaj Faruku na ka angazhuar edhe në për shfaqje teatrale në Dodon. Për mbijetesën që e përmende, ka qenë shumë e rëndësishme në atë kohë, sepse mami dhe babi sado që punonin dinari asaj kohe, sepse ishim të okupuar dhe logjikisht paguheshin me dinar, ishim edhe marka që na dërgonin familjarët nga Evropa, por ne si popull kemi punuar gjithmonë me marka. Rrogat sado që kanë qenë me dinar, ne kemi pasur marka gjermane në dorë. Edhe ne në atë kohë, si student, kemi pasur shumë fat që kemi punuar në Dodon edhe jemi paguar me marka edhe faktikisht ne kemi mbajtur familjen sepse dinari devalvante gjatë ditës edhe s'kishte më asnjë të ardhur faktikisht. Edhe me markat që unë ka marrë nga Dodona, nga shfaqjet që kemi dhënë, se është një moment shumë i vështirë për ta kujtuar dhe për ta folë. Markat që kam dërguar në shtëpi, kemi mbjetuar, them. Kam ndihmuar shumë familjen, si çdo fëmijë tjetër që mundohet ta ndihmoj prindin, por kanë qenë momente shumë të vështira, por paharrueshme, sepse ishim aq të lumtur që kemi fitu, edhe nëse kanë qenë 2 marka, ose 5 marka, ose 17 marka, se i ndanim në 7 pjesë, ne ishim 7 studentë dhe luanim në shfaqje në Dodon edhe i ndanim pastaj ato të ardhurat e fituara nga biletat në 7 pjesë. Po ka qenë një kohë shumë e vështirë, por shumë e lumtur edhe me momente shumë të bukura, që nuk harrohen kurrë. Tani çdo gjë ka ndryshuar, nuk është asnjëherë sikur si ka qenë atëherë, por vazhdojmë e jetojmë, ja bëjmë vetës mirë si mundemi. E pash disa foto tuja dhe m'la përshtypje një foto të avari i kolegës aktorës Adriana. Do më thonë ka qenë një kohë e vështirë që nuk e kemi ditë a do t'jemi gjallë nesër. E ju keni bo art në atë kohë? Po, rrethum prej tankeve, rrethum prej paramilitarëve, prej ushtarëve serbë, si që dinë gjenerata ime, gjenerata e prindve tanë, ka qenë shumë e frikshme, por s'jemi ndalë asnjëherë. Kemi vazhdu, kemi punu, Adriana ka qenë plot jetë dhe gjithmonë ka qenë ajo iniciatorja për me organizu, të shkojmë të pimë kafe të Santeja, shkojmë pimë kafe aty, shkojmë të pimë kafe aty, edhe ka qenë momenti ma i vështirë, ndoshta i asaj kohe. Kam kaluar edhe momente tjera të vështira, por ta kuptosh që shoqja jote e ngushtë edhe studentja e klasës nuk jeton më, ka qenë një ndër momentet më të vështira dhe më të trishta të jetës time. Ato ditë, Adriana planifikon të lënte Kosovën me mamin me udhëtu në Maqedoni dhe merr telefon, mua thotë po shkojmë po pim kafe diku bashkë, se dua të përshëndetem me ju. Edhe sigur janë ndjente zemra, ose nuk e di, nuk mund ta përshkruaj atë moment. Por, unë e di që mami dhe babi nuk ma dhanë leje ndalë prej shtëpisë. Ishte kohë e pakoj, ishte kohë shumë e rrezikshme, çdo ditë vriteshin njerëzit, pritej gjithmonë shpërthante lufta e vërtetë, edhe pse gjithmonë ishim në okupim edhe. Por atë ditë nuk dola, edhe kishte dalë Adriana me disa kolegë tjerë, edhe me profesorin Ever Petrovci, tashmë i ndjerë edhe ai. Edhe në atë moment Adriana ka humbur jetën kur paramilitarët serb kanë tentu t'i vrasin gjithë në fakt, por fatmirësisht të tjerët kanë shpëtuar, ndërsa Adriana ka vdekur aty. Pastaj të nesër unë kam shkuar me babin, se babin punon te spitali, dhe kam shkuar te morgu për me vërtetu a është Adriana vërtet, sepse ata e kanë vrarë gjatë natës.
te Santeja, një lokal, edhe kër kam shkuar nesërmën edhe jam fut mërë për herë të parë me babin, ka qenë shumë e vështirë ta përballoj momentin kur e kam parë Adrianën të shtrirë në tokë, sikur t'ishte ndonjë, nuk e di as. Edhe kafsha trajtohet më mirë, din ka qenë me sy të hapur edhe nuk ja harroj asnjëherë fytyrën, ka qenë momenti më i vështirë jetës time ndoshta. Flasim pak për filmin Qendresa. Edhe kjo temë tjetër që është mjaft prekse. Njerëzit nuk e kanë harruar asnjëherë dramën televizive Qendresa. Unë kam pas shumë fat që Faruk Begolli ka lejuar që unë të marr pjesë në atë film, sepse kam qenë studente e vitit dytë edhe nuk ishim vërtet të drejtë luanim të dikush tjetër. Në Dodon, derisa ishim në mbikëqyrjen e profesorit Faruk Begolli, po, mirë po të shkosh ti luash të dikush tjetër ka qenë pak më e vështirë ta marrësh lejen. Faruku pranoi, unë kisha rolin kryesor, ishte peshë e madhe për mua, ishte përgjegjësi shumë e madhe sepse isha shumë e re dhe nuk isha familiarizuar me kamerat, me regjizor, nuk kisha eksperiencë të punës. Edhe ajo dramë televizive e shkruar nga mjeshtri Adem Mikullovci ka qenë një temë shumë prekse për gjithë shqiptarët edhe sot vazhdojnë të jetë. Kam shumë mesazhe gjithmonë në Facebook edhe në Instagram ku njerëzit kanë dëshirë që të rikthehet ose ta ribëjmë ose ta vazhdojmë por që nuk mendoj që dikush tjetër mund ta bëjë ashtu siç e ka bërë Adem Mikullovci. Që mbetën ato 3 pjesë, sepse ka qenë një dramë televizive me 3 pjesë, e para parë për të qenë edhe 4-ta, do me thonë faza e pas luftës, mirë po nuk kemi arritur asnjëherë ta bëjmë. Ndjehem shumë krenar dhe me shumë e fat që e kam luajtur rolin kryesor Qendresën. Epizoda e parë ka pas për temë djemt e kthyer në arkivole, që kanë marrë pjesë në ushtrinë jugoslave në atë kohë, sepse luftrat ishin shpërndara në Ballkan, do me thonë në Bosnjë Hercegovinë, në Kroaci. Edhe gjithmonë i merrnin shqiptarët për të shkuar, për të luftuar, për ta mbrojtur Serbinë edhe në fund ktheheshin djemt tanë në arkivole në atë kohë. Pjesa e dytë ka pas të bëjë me vllaun tim të zhdukur në Shqipëri nga UDBA, edhe pjesa e tretë pastaj ka pasur të bëjë si temë ka qenë UÇK-ja. Në atë kohë kur ne nuk e dinim a ekziston vërtet UÇK-ja. Djemt tanë ishin nëpër male dhe ushtroheshin edhe bëheshin gati për luftë, sepse një ditë apo një tjetër gjithmonë e dinim që do shpërthej lufta e vërtet. Edhe kur na thani Adem Mikullovci që po ekzistojnë, unë kam shkuar dhe i kam parë vetë me sytë e mi, prandaj pjesa e tretë do ta bëjmë për UÇK-n tonë. Ne ende nuk besonim, se ne ishim cool, duke pirë kafe në qytet, në Prishtinë, nuk besonim shumë edhe pse kishim dëgjuar, por nuk e kishim të sigurt. Edhe pastaj pjesa e tretë e Qendresës ka qenë eksaktësisht me temën e luftës, do me thonë temën e UÇK-s, dhe aty kam pas për partner Lirak Qelaj, që ndoshta po e ndërlidh tani, që ka qenë pastaj edhe tekst shkruasi i 3 gjermanëve trash. Pa Liraku ne s'kishim pasur mundësi ta bënim atë serial, sepse ka qenë me të vërtet një skenario shumë i mirë dhe ka qenë shumë e vështirë edhe për Lirakun. Ende mbajmë mend, nuk e kanë harru kur hyre këto krejt ekipa, tani mimoza pas ka armë Safir. E vërtet. Emrin e karakterit. Edhe Liraku pastaj ka vazhdu me profesionin e tij, por ka qenë ndërkohë edhe ushtari i UÇK-s. Edhe po si dram besoj që i ka prek shumë zemrat e njerëzve dhe sot me shiqu atë dramë televizive me 3 pjesë, njeriu lehtësisht fillon qaj. Po i falenderohem këtë rast dhe Lumje Mikullovcit, sepse gruaja e Adem Mikullovcit, sepse ajo ka bërë gjitha parapregaditjet, kostumet, grimin, unë kisha flokë pak më të shkurtra dhe ajo ka shkuar, ka gjetë një grua që ka prerë
flokët e saja për të bërë ato si bistek, për ta pasur këtu, se kam pasur një flok gjatë këtu, edhe i falenderoj shumë edhe Lumnia Mikullovci me këtë rast, sepse ka bërë shumë për këtë dramë televizive. Ka qenë krau i fortë i Ade Mikullovci gjithmonë. Në flutur u shkëpute përmendëm prej Kosovës për disa vite, si ka qenë kjo kohë për ty? Shkëputja ka qenë shumë e vështirë. Unë se ka menduar asnjëherë ta kthej shpinën Kosovës, ose familjes, ose miqve, shokëve. Mirë po, kanë qenë disa momente dëshpërimi në atë kohë, që s'kam dashur asnjëherë t'i përmendi, po edhe nuk dua t'i cek arsyet, por kanë qenë dëshpëruar pikërisht nga njerëzit që më rrethojnë, që më kanë rrethuar në atë kohë sigurisht, njerëzit e profesionit. Edhe kur zhgënjesh nga njerëzit e profesionit që ti konsideron si familje, atëherë me deo mos duhet bësh diçka, o të ndrosh jetën, o të ndrosh qytetin, o shtetin, o vendin, o diçka, duhet lëvizësh. Unë kam pas atë nevojë. Kam shkuar në Francë për 2 vjet, kam menduar ta mësoj gjuhën edhe të kthehem me një energji tjetër, me një kulturë tjetër. Mirë po, kur kaluan 2 vjet, mendova thash hajde edhe 1 vjet, po shty, hajde edhe 1 vjet, edhe gjithmonë duke e shtyr, duke bërë edhe një punë, duke u angazhuar diku, kam mbetur 16 vjet. 16 vjet në Francë, Paris, pastaj kam shkuar në Cannes, aty ku edhe ne kemi shëtitur në për ato rrugë. Sakt. Çka ke mësuar prej Francës? Çka të kalon përshtypje prej kulturës ose njerëzve që kishe dashur në përmend? Çka kanë specifike si popull? Në Francë kam mësuar shumë gjëra, por prej njerëzve kam mësuar që duhet gjyshja ime ndjerë gjithmonë ka thënë besnik bëhu, por besë mos i zë. Por kjo fjali, edhe kjo e thënë e popullit ka qenë për ata që na kanë okupuar. Ndërsa në Francë e kam mësuar gati të njëjtën thënie, por për njerëzit në përgjithësi. Edhe kjo, në fillim, kur thosha unë nuk po e kuptoj, në fillim nuk e kuptoja në fakt frëngjishtën, e nuk e kuptoja sa donte të thoshte ajo zonja. Një shoqe imja Mari, cilën e njeh edhe ti tashmë, por kur ata ma shpjegonin që duhet me të vërtet mos i zësh besë askujt, me kohën, unë fillim se nuk e kam marrë si serioze ato, se kam thënë jo, se njeriu duhet i zëj besë, sepse nuk mundemi ndryshe të jetojmë, ne jemi në këtë tokë për të qenë bashkë edhe për të qenë për njëri tjetrin këtu. Për ndryshe Zoti, pse na ka krijuar Zoti? Për të jetuar në tokën e Zotit, bashkë me njëri tjetrin. Prandaj themi shpesh jemi motra dhe vëllezër, edhe pse si jemi gjakur ndoshta, po në Francë e kam vërtetuar që po, duhet të jesh shumë lefjont, shumë kesh kujdes prej njerëzve. Francezët nuk janë njerëz të këqij, por që edhe ata ruhen prej njëri tjetrit. Kështu që edhe unë e kam marrë si mësim atë. Kam mësuar shumë gjëra tjera, në fakt. Saktësinë, shembull, i sakt jo vetëm kohë, po dhe si njeri, me qenë gjithmonë me mbajt fjalën. Ne në Kosovë mbajmë fjalën, por hajtë se kemi me hajtë, hajtë se bëhet, hajtë se kemi kohë, hajtë se ashtu, kështu. Edhe ndonjëherë vetë jo që nuk duam, por nuk e mbajmë fjalën pse duke lënë në asgjë, hajtë se bëhet. Ka shumë gjëra tjera, për Zotin nuk e di kultura atyre. Megjithatë, tashmë ti e ke zamrën plot. Je bonan që për mendimin tim është arritura më e madhe mbi çdo profesion, mbi çdo të arritur. Titulli nan është diçka shumë e shajt, kështu që e keni zamrën plot, e keni djalë të shëndetshëm, të bukur, thotin si e ke këtë ndjesi, tregona pak për këtë detyrë të re. Mirjeta, unë di të them që çdo rol që kam bërë në jetën time,
e kam dashur, sepse Faruku na ka mësuar gjithmonë që thoshte çdo rol duhet ta duam sikur fëmin tonë. Atëherë s'kam ditë se kam pasur atë ndjenjë. Tash, prej si jam bërë nën, unë vetëm dua të them që rolin kryesor të jetës time e kam fituar, edhe Oscarin e jetës time e kam fituar. Unë nuk mendoj, as nuk ëndroj të shkoj të fitoj një çmim në botë, në Evropë, sepse çmimin tim e kam fituar. Unë falenderohem edhe qëndrimit tim në Francë, ndoshta sepse si gurbeqar, se ne themi jemi gurbeqar, si gurbeqar kam mësuar shumë, kam vuajtur shumë, si çdo tjetër njeri që ka vuajtur në Evropë edhe në botë, që ka lënë vendin mirë, po Franca ma ka ofruar një mundësi shumë të mirë, që unë ta mbaj shtazani në Francë si duhet, me kontrollat më të mira të mundshme, ta lind djalin në Francë, edhe ata njerëz të kujdesëm për mua si një nën, që të bëhem një nën e fortë dhe një nën e mirë për Thotin. Thoti ma ka zbukuru jetën edhe ma ka lehtësu frymarrjen, sepse ndonjëherë edhe frymarrja të vështirësohet kur je larg vendindës, kur je larg njerëzve tu. Ç'a them, Thoti i ka 2 vjet e gjysmë sot edhe për mua është bota ime. Nëse ekziston bota për... Unë të kuptoj shumë mirë këtë ndjesi. Unë Telekino i ka diku 25 vite si emision edhe kom konsideru si fëmijën tem. Mirë po, tash qenë rrit në vajza ime dhe thot për mendimin tim është, si them, bekim është gjëja ma e bukur që e arritura ma e madhe. Dhe pash një intervjist një aktore shumë e njoftë, po ja harova emrin, e pyetën cili ka qenë roli më i vështirë dhe më i mirë i karrierës tënde, edhe e tha being a mother, për qenë nën. Mirë po, flutur, sinqerisht në këtë moment jetës që jem, unë shumë dëshiroj dhe kam dëshirë të shoh ty tashmë të angazhohesh në Kosovë, në role, në filma, në shfaqje, në teatr, seriale, kudo që ti e gjen veten. Andaj ju bëjmë thirrje gjithë ata të cilët janë duke punuar projekte, që tashmë ti je në dispozicion për t'u angazhuar. Edhe them drejtën, gjithmonë kam dëshirë mi rikthy disa që nuk i kemi parë të ekspozuar vazhdimisht në shumë projekte, kështu që a je gati na trego? Po, unë gjithmonë kam qenë gati, gjithmonë e hapur për me bashkëpunu, për me ju kthy profesionit tim, sepse atë ditë ta bëj më së miri, dhe sado që jam në rolin e nënës, unë jam gjithmonë e hapur bashkëpunoj me ish kolegët e mi, ose me kolegët e mi, më mirë me thanë, sepse është bërë një kohë gjatë që jam shkputur, edhe pse Lira Kqela im rifilloi tregjerman teatrash në RTK, unë u ktheva nga Franca me shumë dashuri, me shumë dëshirë dhe me vullnet të madh për ta xhiruar tregjerman teatrash në RTK dhe kaluam kohë shumë të mira. Mirë po fatkeqësisht prapë u ndërpres si xhirim edhe tani po pres, nuk e di, ne aktorët jemi mësuar që dikush na ftoj, dikush na propozoj. Kam pas 2-3 propozime, por nuk kam vendosur ende asgjë, tu pa tu bë. Por faleminderit shumë faleminderit Mirjeta. Në rend parë që më ke ftu, edhe si e dyta që ju bën edhe njerëz ftesë për me më ftu edhe për me më pas në projektet e tyre. Shumë faleminderit e çmoj shumë. Patjetër, na vazhdimisht përmes emisionit kemi dëshirë për krahar, për suportuar artistët tanë, filmat tanë në botë, kështu që kulturën tonë përgjithësi, kinematografin, kjo është misioni jonë, kështu që e bëjmë me gjithë dëshirë dhe zemër. Uroj që Kosova të jetë një vend edhe më i mirë, edhe pse nuk tani jemi në hapat e mirë, po ka vend për përmirësime. Besoj që njerëzit që janë në udhëheqje do duhej që t'ja bënin njerëzve kushtet edhe më të mira. Ndoshta unë po flas në këtë ndërtimin pse unë kam jetuar në Evropë dhe tani i shoh gjëra që janë gjitha ato gjëra që janë parregullësitë e mëdha që janë në Kosovë nuk mund t'i duroj edhe prandaj kisha pasur shumë dëshirë që ta kemi ne këtu një vend evropian me gjitha kushtet e mundshme. Edhe në të njëjtën kohë kisha dashur që gjithë shqiptarëve të fesë muslimane t'ju uroj gëzuar muajin e shenjtë të Ramazanit. Kjo ishte në pika të shkurtra ato që kisha të them. Po, shumë faleminderit Mirjeta. Presim radhën tjetër, tashmë me ndonjë angazhim ose rol tjetër. Faleminderit ekipës. Që do ta marrësh në të ardhmen. Faleminderit edhe ekipës, faleminderit gjithë atyre
bashkëpunëtorëve të mi, sepse kam pasur edhe unë një emision më herët në RTK. I përshëndes gjithë edhe ju uroj shumë fat dhe suksese. Të dashur miq, kaq për këtë emision, takohemi javën që vjen me mysafirë dhe storje tjera të përgjetura. Na shkruani në telekino@rtklive.com nëse keni ndonjë sugjerim për temat që dëshironi që ne t'i trajtojmë këtu në emisionin ton. Vikend të mirë dhe takohemi javën që vjen. Ndate të mira. Miropafshim.